shfaqen billboardat e Arshimthoqit dhe Kadri Veselit, a jo? Faleminderit për mundësinë, Arsim. Qysh nga fillimi i mandatit kemi pasur prioritet angazhimin për lirimin e hapësirave publike, ndërsa tani në vazhdim aktiviteteve që ka ndërmarrë Drejtoria e Inspeksionit në komunën e Mitrovicës, përfshirë dhe lirimin e hapësirave publike nga billboardet dhe hapësirat e tjera reklamuese, natyrisht se ky vendim ka prekur disa interesa financiare të personave të caktuar dhe mund të ketë reagime. Mirë po, është shumë e ulët dhe është përkeqësore që disa po manipulojnë publikun me këto lajme fiktive. Citova ti më lart postimin e kryetarit, edhe po ju konfirmoj edhe një herë. Sepse kryetari Fatëm Peci ka jap një urdhër i cili i ka apo dëgjoni? Po shumë mirë po dëgjoni. I cili ka thënë që gjitha billboardet e tjerë të largohen, mirë po nuk do të largohet billboardi i presidentit Arshimthoqit dhe kryetarit Kadri Veseli, i cili vjen edhe nga Mitrovica. Pra edhe një herë po e potencoj. Nuk do të jeken dy billboard në Mitrovicë. Ai i cili është para komunës dhe një hapësirë që dërgon te stacioni autobusave, një hapësirë e madhe reklamuese, të gjitha të tjera do të largohen, mirë po jo këto dy billboard. Edhe mund vjen keq që disa aktorë të tjerë politik që tentojnë të marrin merita, këse po dalin për të larguar ndalimin e largimit të këtyre reklamave, vjen keq që po bin këtë nivel kaq të ulët. Vjen keq që disa pjesë e këtyre janë edhe disa asamblezë dhe ishin në kryetari i komunës.